Në orët e para të mëngjesit të së hënës ka ndodhur një takim që vërtet askush nuk e priste dhe që ka ngjallur menjëherë kurreshtjen e publikut. Lim Hoti dhe Edi Kuçi, dy ish konkurrent të edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova, janë shfaqur bashkë, duke befasuar ndjekësit dhe fansat e formatit. Ky takim ka marrë edhe më shumë vëmendje për faktin se të dy, gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme, kishin krijuar marrëdhënie me Dolcen, banoren e Big Brother VIP Kosova 4, çka i kishte vendosur shpeshherë në qendër të diskutimeve dhe debateve të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë. Ka qenë pikërisht Limi ai që ka vendosur ta bëj publik këtë takim, duke publikuar një fotografi në llogarinë e tij në Instagram, e cila u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe nxiti reagime të shumta nga ndjekësit. Fotografia ka hapur menjëherë pikpyetje dhe spekulime mbi arsyen e këtij takimi dhe raportin aktual mes dy ish banorëve. Por çfarë po kurdisin Lim Hoti dhe Edi Kuçi? A bëhet fjalë për një miqësi të papritur, një bashkëpunim të mundshëm apo thjesht një takim rastësor? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim, teksa publiku pret me interes të zbulojë prapaskenat e këtij takimi surprizë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.